Për të folur për aktualitetin politik, jam në studio me Kelida Memën, gazetare Euronews Albanias, autore e emisionit Politics në ekranin tonë. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu. Një janar politik I cili pritej me situatat të mbartura nga viti I kaluar dhe në fakt duket sikur ka një pauzë, ka një stop. Tani kjo pauzë që duket sikur po krijohet për vendimmarrje politike, për ndoshta lëvizje politike të forta brenda të dyja krave, mendon që është thjesht vazhdim procesi apo vërtet ka një pauzë që mund diktojë edhe lëvizje të caktuara? Për shembull asgjë. Jo, nuk besoj se do të kemi një asgjë, besoj se do të kemi shumë çka, më shumë se një asgjë. Besoj se pauza lidhet me datën 22. Së pari, 22 janar, që gjykata kushtetuese duhet të shqyrtojë çështjen të ashtu quajtur Balluku, dhe më pas në varësi të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese kemi datën 28, që është çështja e imunitetit, nëse do t'i hiqet apo nuk do t'i hiqet imuniteti Belinda Ballukut. Pra janë dy data temase të rëndësishme, për cilat sigurisht që do të përcaktojnë së pari cili do të jetë qëndrimi I Partisë Socialiste, pra vetë Edi Rama çfarë qëndrimi do të mbaj krah numrit të dytë të qeverisë, Belinda Ballukut, dhe nga ana tjetër cili do të jetë edhe qëndrimi I Partisë Demokratike. Sepse çdo vendimarrje që do të prodhojë gjykata kushtetuese dhe më pas do të prodhojë dhe Këshilli I imuniteteve, sigurisht do të ketë një reagim nga Partia Demokratike. Jo pa qëllim edhe protesta e zgjedhur e Partisë Demokratike, besoj, e vendosur nga Sali Berisha me datën 24, lidhet 2 ditë pasi gjykata kushtetuese ka zhvilluar seancën plenare publike dhe është në pritje të marrjes të një vendimit. Nëse vendimi do të jetë pas datës 24, ndoshta protesta do të shërbejë edhe si një mënyrë për të folur gjykatës kushtetuese mbi vendimarrjen që duhet bëjë. Pra t'i flasi populli opozitar dhe në këtë rast Partia Demokratike të përçojë mesazhet e veta. Më pas do të jetë vendimi, data 28 besoj është data më e rëndësishme, sepse këto merela janë dy çështje krejtësisht të ndryshme. Ajo që zhvillohet në gjykatë kushtetuese nuk është e njëjtë me ato që zhvillohet në Këshillin e Imuniteteve. Ne në gjykatë kushtetuese për rastin e Belinda Ballukut kemi vetëm vlerësimin nëse pezullimi kërkuar nga gjykata speciale ishte I drejtë apo nuk ishte I drejtë, ndërsa vendimarrja më e rëndësishme I takon datës 28 në fakt, që ka të bëjë me imunitetin, sepse në këtë rast SPAK kërkon heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun për të ushtruar masën e tij nëse do të jetë një arrest me shtëpie apo do të jetë një arrest me burg. Por edhe data 28 në vetvete nuk pritet ndoshta të kemi një vendimarrje po atë ditë. Domethënë ndoshta mund të kemi një vendimarrje të ditëve më të shumta, ditëve të më pas. Pra këto të dyja Këto dy ngjarje që ndodhen me 22 dhe me 28 janë dy ngjarje që do përcaktojnë dhe vazhdimin e politikës më pas. Së pari, se si do të qaset Partia Socialiste, dhe kur themi Partia Socialiste themi Edi Rama, dhe së dyti cili do të jetë edhe aksioni I Partisë Demokratike, do të jetë më I fortë, më I shumë fishuar, apo do të ketë aksione të formave të ndryshme për mënyrën si ajo do të reagojë në varësi të vendimit që do të ketë shumica socialiste. Qartë, le të marrim me radhë qeveria. Ka dy momente zoti Rama, ditën e sotme është në Abu Dhabi, që andej garanton që deri në fund vitit 2028 do të kemi një pavarësi energjetike, nuk do të kemi nevojë të importojmë, ndërkohë që nga një tjetër moment shumë I rëndësishëm po për energjinë në tropoj kësaj radhe, duket sikur në natyrën e tij hokatare, qoftë edhe në aspektin politik, I shkel syrin Kinës në prani të dërguarës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjithçka në metaforë dhe flasim në mënyrën e tij të komunikimit politik që tashmë ja njohin dhe ndërkombëtarët. Janë simbolike, janë shkarje, ndoshta edhe nuk donte, por I ndodhin këto gjëra, apo tregojnë diçka më tepër, si isha? Nuk besoj se janë në shkarje, sepse një kryeministër nuk bën ligjërime apo deklarata apo qëndrime në mënyrë krejt të rastësishme, apo sepse goja pa dashje shkoi në një gabim. Besoj se fjalët që jep kryeministri Edi Rama janë të qëllimshme. Pra janë qëllimshme për të parë një fjali e cila do të jetë pasoja e fjalisë së tij. Dhe duket se pasojën e parë në atë fjali që Edi Rama tha që nëse nuk na duan këta që nuk na duan, neve kemi edhe vende të tjera, siç është Kina për shembull. Duket se reagimi ishte I menjëhershëm I ambasadës amerikane, sepse vetë ambasada amerikane shfrytzoi një takim me drejtuesen e gjykatës kushtetuese, Fiona Papajorgjin, dhe ndërreshta ajo jepte edhe mesazhin e vet,
kur thonte që pasi përuronte Fiona Papajorgjin për detyrën e re, thonte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të këmbgulin për të mbrojtur bizneset e tyre dhe çdo person i cili është i përfshirë apo është në netim që ka të bëjë me krimin dhe me korrupsionin do duhet përballet me drejtësinë. Pra le të themi që reagimi i ambasadës amerikane në këtë rast ishte shumë i shpejtë dhe kjo fjali e Edi Ramës e mori edhe përgjigjen e ambasadës përfaqësuese së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Kështu që nuk besoj që ka qenë një shkarje, ndoshta më tepër mund ta themi si një matje pulsi për të parë se cili do të ishte reagimi pas kësaj fjalie sesa një shkarje. Nuk besoj se një kryeministër bën shkarje të tilla. Por çfarë garancish ka një kryeministër i një vendi si Shqipëria, mendon ti në politikën tonë lokale, ose nuk është trim dot në gjeopolitik, që të bëjë një kolpo të tillë përballë një superfuqie si Shtetet e Bashkuara? Nuk e di ta them, ndoshta kjo pyetje duhet pyesni me Edi Ramën se cili është qëllimi që e bën dhe në pozitën që ai është, sepse ne realisht dim shumë pak nga ajo që Edi Rama di në brendësi dhe në pozitat që është ai, në raportet që ka ai me Amerikën, që duket që nuk janë raportet më të mira, ose mund të themi që ndoshta edhe nuk ka fare raporte me Departamentin Amerikan të Shtetit, pra me administratën Trump. Kështu që është një përgjigje që unë vështirë të ta jap Mirela, të ta them